Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum. Ja ku jemi sërish së bashku edhe këtë të premtë në Z Podcast. Si çdo javë tjetër duke filluar nga ora 20 në rrjetet tona sociale, Bashkësia Islame e Kosovës dhe Z Podcast në Facebook. Dashumiq, për këtë javë do flasim për një temë goxha interesante, kohezioni i brendshëm. Çfarë është kohezioni i brendshëm? Për këtë do të na tregojë më së miri profesori universitar Fitim Uka. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Me ndërqofshi, faleminderit juve prof që gjetët kohë të vinit në Z Podcast. Profesor, keni publikuar sfundi, keni quajtur super lajmi i dekadës. Çfarë është Federata Botërore e Psikoterapisë? Në fakt, ne e konsiderojmë që është një super lajm për faktin e thjesht Federata Botërore e Psikoterapisë është asociacioni më i madh i psikoterapeutëve në mbar botën dhe njëkohësisht edhe më i vjetri. Përfaqëson diku mbi 30.000 anëtar të psikoterapisë nga të gjitha kontinentet dhe për një asociacion të krijuar në Kosovë dhe për një teori që ka nisur fillimisht flas shqip, është tejet e vështirë dhe sfiduese që të bëhet pjesë e organizatave, institucioneve të tilla ndërkombëtare, por fatmirësisht me punë edhe për kushtim ja kemi dalë që të jemi pjesë e këtij rrjeti të gjerë të profesionistëve të shëndetit mendor dhe kësaj ta promovojmë një prej koncepteve më të reja në fushën e psikoterapisë që është kohezioni i brendshëm. Kjo është një ndihmëse e madhe për komunitetin e psikoterapeutëve, të cilët në Kosovë shpeshherë mbesin të nënprezantuar apo nuk i kanë benefitet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare, qofshin ato pjesëmarrje në konferenca apo edhe prezantime të punës në zhurnale kredibile ndërkombëtare. Përderisa Federata Botërore e Psikoterapeutëve ka dhe zhurnalin e vet, që është zhurnali kryesor i psikoterapisë, ka konferencat më të mëdha që organizon dhe gjithashtu e ka dhe një ombrellë e cila mbron dhe promovon psikoterapitë të ndryshme anë mban botës. Dhe për neve është edhe kënaqësi edhe privilegj, por edhe përgjegjësi e madhe që ta prezantojmë psikoterapinë në Kosovë në kuadër të këtij institucioni. Pra, është një punim juaj, cilën e keni dërguar te kjo federatë dhe është pranuar. Çfarë rëndësie ka kjo? Është se mirët referencë nga psikoterapeutët tjerë, punohet me të? Në fakt ne psikoterapinë e kohezionit brendshëm e kemi konceptualizuar kohë më parë. Diku 6 vite më parë ka filluar si ide, si koncept. Vetëm 3 vite më herët ja kemi dalë që ta publikojmë librin e parë, botimin e parë, që është Teoria dhe Psikoterapia e kohezionit brendshëm. Ai është një tekst universitar që fillimisht është botuar prej Universitetit të Prishtinës. Është një tekst që ju dedikohet profesionistëve të shëndetit mendor, profesorëve, studiuesve, sepse aty hidhen postulatet kryesore të kohezionit të brendshëm. Pra, në këtë libër ofrohet konceptualizimi i kohezionit brendshëm, sqarohet qartasi se çfarë është, njëkohësisht bëhen të qarta disa prej paradigmave kryesore, jipet një prapavi e asaj se pse është e nevojshme një qasje e re terapeutike, por sqarohen edhe konceptet, gjithashtu jipen edhe teknika terapeutike. Vetëm një vit më vonë kemi publikuar librin Kohë për veten, që është një verzion i vetëndimës për të gjithë njerëzit pa dallim. Tashmë i përdorur me një gjuhë e cila është e kuptueshme për të gjitha gjeneratat. Për ndryshe, vitin e kaluar, në fakt këtë vit e kemi publikuar librin edhe në gjuhën angleze dhe e botën shtëpia e famshme botuese Wiley. Kështu që kjo na ka hapur rrugë mandej për antarësim në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Në këto 3 vjet të fundit kemi trajnuar 10 profesionistë të shëndetit mendor në aplikim të kësaj qasje psikoterapeutike. Vitin e kaluar kanë qenë 30 profesionistë nga vende të ndryshme të botës që kanë marrë trajnim për kohezion brendshëm, për aplikim të psikoterapisë në punën e tyre të përditshme. Dhe të gjitha këto që po i përmendin na kanë mundësuar që ta krijojmë një asociacion të psikologëve, të psikoterapeutëve të kohezionit brendshëm, dhe ky asociacion tashmë është pjesë e Federatës Botërore të Psikoterapisë, që nënkupton një përfaqësim tjetër të psikoterapeutëve në arenën ndërkombëtare. Pra puna jonë edhe njihet edhe validohet ndërkombëtarisht dhe rrjedhimisht kjo e bën psikoterapinë e kohezionit të brendshëm një psikoterapi e cila qëndron
krenare në raport me të gjitha psikoterapitë e tjera. Pra është e barazvlefshme për të mos thënë e merr një vëmendje më të madhe sepse është qasje e re, është qasje që ka nisur rishtas. Të një rangu botror. Definitivisht po, tash edhe publikimet e tjera të cilat i kemi në revista të ndryshme shkencore e sjellin në një rang botror, të pranueshëm, kritika e sheh si efektive, hulumtimet janë në favor të zbatimit të kësaj qasje. Kësaj neve na mbetet vetëm të punojmë që ta bëjmë më të mirën e mundshme, nuk flasim për përsosje, për idealizëm, për sa më tepër që i ofrohemi ndihmës edhe efektivitetit të mirëfillt të psikoterapisë, aq më të lumtur do të jemi me atë lloj progresi. Që ta kemi më qartë, çfarë nën kuptojmë me kohezionin e brendshëm? Njerëzit rëndom kanë folur për shëndetin mendor, kanë folur për mirëqenien emocionale. Po në anën tjetër shëndet mendor dhe mirëqenie emocionale nuk nënkuptohet thjesht një stad i caktuar, një kohë specifike. Kësaj kur lexon për teori dhe psikoterapi të ndryshme që janë të vlefshme dhe që aplikohen në trajtim të çrregullimeve të ndryshme të shëndetit mendor, gjen terme të ndryshme. Dikush flet për preje, dikush flet për paqe, dikush flet për një mirëqenie emocionale. Unë personalisht për një kohë të gjatë kam punu në gjetjen e një koncepti, gjetjen e një gjendje emocionale, e cila nuk është thjesht trajtim i çrregullimeve të shëndetit mendor, por është gjithashtu edhe parandalim i çrregullimeve të shëndetit mendor. Kështu që ne me kohezion të brendshëm ne i nënkuptojmë 4 sisteme. Pra raportin e shëndosh të individit me 4 sisteme. Na themi që nuk mjafton për shëndetin mendor që të jemi mirë thjesht me veten. Okay. Na duhet që në radhë parë të jemi mirë me veten, ta kemi një zot brendshëm i cili flet në mënyrë adaptive të përshtatshme që na e ruan shëndetin mendor dhe mirëqenien. Por gjithashtu sistemi i dytë është raporti ndërpersonal, janë njerëzit me të cilët ne ndajmë kohën tonë, që kemi raporte me ta. Kryesisht familja, shoqëria, partnert romantik, por edhe kolegët e punës sepse edhe me ta kalojmë një kohë të gjatë ditës. I treti sistem është sistemi profesional. Thënë ndryshe ne këtu i kemi shkrijat konceptin e famshëm të qëllimeve në jetë. E konsiderojmë që njeriu e ka një petk profesional, e ka një profesion me të cilin identifikohet dhe ka një vend pune në të cilin ndihet sikurse po e bën një kontribut për shoqërinë, për komunitetin, dhe i fundit sistem është sistemi spiritual, jo për ka rëndësia, por në mënyrën se si konceptualizohen 4 sistemet, që shpesh herë ju jap kuptim të trijave dhe ekzistencës tonë, por njëkohësisht i jap kuptim edhe punës, i jap kuptim edhe raporteve që i kemi me të tjerët. Ne insistojmë në idenë që shëndeti mendor dhe mirëqenia emocionale duhet të jetë e varur prej këtyre 4 sistemeve. Dhe gjithashtu e konsiderojmë që nuk mund të ketë kohezion të brendshëm nëse ne synojmë një gjendje të mirë emocionale vetëm në të tashmen. Kohezioni i brendshëm nuk nënkupton të jemi mirë tash edhe këtu, nënkupton paqe me të gjitha sistemet në të kaluarën. Mbyllje të debateve, të konflikteve, adresim të atyre që janë konflikte të hapura apo probleme të hapura që vijnë nga e kaluara, projektim, planifikim i mirëfillt i të ardhmes, për atë sa është e mundshme, që është racionale, dhe mandej edhe një gjendje raporteve të mirëfillta me të gjitha sistemet në të tashmen. Disa njerëz konsiderojnë që mund të jetë e vështirë, por në anën tjetër ne e shohim prej praktikës klinike që kjo është e mundshme. Ne nuk themi jetë pa probleme, sepse është e pamundshme që të jetohet, është utopike si koncept. Por ne themi që mund të jetohet me një mekanizëm adaptiv mbrojtjeje, që është ky kohezion i brendshëm, dhe që ti pret secila ngjarje që ndodhe ka një përgjigje adaptive. Dhe këto e mundsojnë këto 4 sisteme për të cilat unë po flas. A është utopike edhe parandalimi që e përmendet, parandalimi i këtyre ngjarjeve? Në fakt, jo parandalimi i ngjarjeve. Domethënë, definitivisht utopike është mendosh që mund kontrollosh të ardhmen. Unë shpesh herë kur flas për spiritualitetin them, neve s'na ka pyet askush nëse dëshirojmë me jetu në një kohë caktuar ose në një vend caktuar, është përcaktim që vjen nga lart.
Dhe është utopike të mendosh që ti kontrollon situatat e reja që vijnë, askush nuk e zotron për Dhe vedia mbi këtë kontroll po. të bëke më të i përjetosh më lehtë ngjarjet. E vërtet, çfarë do lloj ngjarje që vjen, qoftë ajo dhe vdekje e një familjari apo e një të afërmi, do të interpretohet ndryshe, do të shihet ndryshe dhe do të peshoj më pak në ndërgjegjen tonë. Ka prej atyre njerëzve të cilët e nxisin një ide të kontrollit absolut dhe mandej në momentin kur ndodhin të tilla ngjarje, përjetojnë jashtëzakonisht rënd dhe dëmtojnë shëndetin e tyre mendor. Po kur ne flasim për parandalim të çrregullimeve të shëndetit mendor, flasim për përsosjen e këtij mekanizmi mbrojtës, në të cilin ti e bën të qartë që ngjarje mund të ndodhin, por ne e kontrollojmë reagimin në raport me ngjarjen. Pra, mund të thuat, thot dikush që unë nuk shkoj në punë me qenë se si sot është ditë me shi, a ne shiun nuk e kontrollojmë, po e kontrollojmë veprimin tonë, ombrellën dhe hec deri tek puna dhe kthehesh prap. Kjo mund të ndodhë në përditshmërinë tonë. Ne nuk mund të parashikojmë nëse dikush do të ngrihet mëngjes ose do të jetë i ashpër apo do të jetë averziv në raport me ne, nuk mund ta parashikojmë se si hecin punët me këtë krizë globale, ekonomike dhe me konflikte të panumërta gjithandej në botë, nuk mund të parashikojmë se si rrjedhin gjërat edhe në kuptimin e karrierës apo të marrëdhënieve të tjera intrapersonale, mirë po çfarë kontrollojmë është ajo që ne e njohim si vetrregullim, motivim, menaxhimi i emocioneve tona dhe sjelljet të cilat ne i kemi në dispozicion. Pra reagimi ynë varet kryesisht prej nesh. Sa është e rëndësishme kjo pjesa, mënyra e interpretimit se si i lexojmë ngjarjet? Besoj që kjo është më e rëndësishme se sa vetë ngjarja. Do të thotë nuk mund të pandejmë sikur ngjarje specifike nuk ngjallin emocione të caktuara. Dhe ne për herë themi që në momentin që ballafaqon një vështirësi është krejtë në rregull që të përjetosh edhe dhimbje, të përjetosh edhe frikë, edhe pasiguri, edhe zhgënjim, edhe dëshpërim, edhe xhelozi. Pra janë gjitha emocione që jetojnë me ne dhe përjetimi i tyre është krejtë i natyrshëm. Por ama ngjarjet nuk e determinojnë në esencë emocionin. Gjithmonë ekziston një ngjarje, ekziston interpretimi për ngjarjen dhe mandej vijnë ndjenjat edhe emocionet. Nëse njerëzit punojnë me interpretimet që ju bëjnë ngjarjeve, shumica prej ndjenjave dhe emocioneve që janë negative dhe deaktivizuese fillojnë e kontrollohen më mirë, kontrollohen më lehtë. Dhe ne në psikologjinë klasike marrim shembuj të panumërt të ngjarjeve, por gjithashtu flasim edhe për luftën e fundit në Kosovë. Se cili prej nesh e ka përjetu luftën e fundit në Kosovë, po jo të gjithë ne e zhvillojmë atë që njihet si çrregullim i stresit posttraumatik. Disa prej nesh që kemi bërë interpretim më adaptiv të ngjarjeve të luftës, kemi dalë me kriju një lloj rezilience, një lloj faktori mbrojtës. Të tjerë, të cilët mbase nuk kanë qenë në zonat më të nxehta të luftës, kanë zhvilluar stresin posttraumatik thjesht për shkak që mënyrën e interpretimit të tyre për ngjarjen e kanë pas më të papërshtatshme. Kështu që për këtë arsye flasim për rëndësinë e jashtëzakonshme të kontrollit kognitiv dhe të mënyrës se si i interpretojmë ngjarjet e caktuara, sepse ato në masë të madhe na i determinojnë ndjenjat dhe emocionet që i përjetojmë. A është libri në kohë për veten në një ofrim një alternativë e trajtimit të problemeve të çrregullimit mendor me anë të psikoterapisë dhe në njëjtën kohë anashkalimit të trajtimit me medikamente? Në fakt, jo një zëvendësim, por është një aset ndihmës. Disa prej çrregullimeve të shëndetit mendor përfshirë këto çrregullimet psikotike, kur personat fillojnë e humbin sensin e realitetit dhe nuk kanë një kontakt të gjallë të drejt për drejt, objektiv me atë që ndodh në botën e jashtme. Është i domosdoshëm intervenimi psikiatrik dhe në këtë domen dhe në disa çrregullime të tjera të shëndetit mendor, përfshi këtu edhe çrregullime të personalitetit apo çrregullime të vetdijes, çrregullime të identitetit, duhet të ndërhyjet me psikiatrin dhe psikiatri ka fjalën kryesore. Por kur flasim për çrregullime të humorit, për vështirësi relacionale, kur flasim për PTSD-n, për aspekte të ndryshme të funksionimit në nivelin kognitiv, emocional dhe sjellor, besoj që psikoterapia mund të jetë një alternativë e parë. Mund të mos jetë e vetme, rrugës mund na duhet prapë ndihma e psikiatrit,
ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm me një kast psikiatrisht të cilët janë edhe profesor universitar dhe që nuk ka një lloj konkurrence apo zëvendësimi të rolit të njërit apo të tjetrit, por janë komplementare këto të dyja. Përderisa unë besoj që psikoterapia e kohezionit brendshëm është një alternativë më tepër, është një aset i shtuar për gjithë ata të cilët punojnë në fushën e shëndetit mendor, dhe më lejoni ta them edhe këtë që të sqaroj edhe për shikuesit tuaj që psikoterapia e kohezionit brendshëm është qasje integrative, është qasje eklektike, që tenton të marrë dhe të përvetësoj dhe mandej të konceptualizoj në një mënyrë unike dijet, njohjet më të mira që ekzistojnë në fushën e psikoterapisë. Është e vështirë të ketë diçka që është e re, e pa dëgjuar, që është inovative, që është origjinale në fushën e psikoterapisë, meqense se gjithçka është pak a shumë e eksploruar, por mënyra se si ne i ngërthejmë dhe i bashkërendojmë sistemet, i konceptualizojmë në kuadër të kohës, konsiderohet jetë një gjetje e re e cila ndihmon pastaj klientët. Kështu që në psikoterapi të kohezionit brendshëm gjen edhe pak CBT, gjen pak edhe humanizëm, gjen pak edhe prej terapisë ekzistencialiste, gjen edhe gestalt terapi, pra janë të shkrira shumica e dijeve, njohjeve që janë të dobishme, të vlefshme për shëndetin dhe mirëqenien, por mënyra e konceptualizimit është më origjinale. Po çfarë për sistemin ndërpersonal, atë e kuptuam pak a shumë. Sa është i rëndësishëm? S'ka dyshim, unë besoj që të gjitha sistemet janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Ai që është postulat themeltar në kuadër të psikoterapisë e kohezionit brendshëm, thotë që sistemet nuk mund të qëndrojnë të pavarura, nuk mund të qëndrojnë të izoluara, ato janë të ndërvarura dhe secila kontribon në secilën dhe secila merr një kontribut nga tjetra. Azam vet koncepti i vetvlerësimit, kur flasim për një koncept intrapsikik të brendshëm, mënyrën se si ne e shohim veten, nuk mund të jetë i pavarur nga mënyra se si na shohin të tjerët. Pra, raportin ndërpersonal, mënyra se si flasim, si komunikojmë, si ndërtojmë raporte me të tjerët, është substancial për atë se si ne praktikisht e njohim veten apo si e pranojmë veten tonë. Nuk ka dyshim që secili sistem, nën sistem i sistemit ndërpersonal luan rol të rëndësishëm në formimin e personalitetit tonë dhe kthehet në një aset të vlefshëm për shëndetin edhe mirëqenien tonë. Rëndom kur jemi keq, kur përjetojmë një dëshpërim apo një zhgënjim, janë njerëzit që na japin mbështetjen. Por ndonjëherë mund të jenë pikërisht ata që janë shkaktarë të zhgënjimit edhe dëshpërimit tonë. Pra, unë flas për një perspektivë në të cilin të tjerët mund të jenë edhe burimi i problemeve tona, por mund të jenë edhe adresa më e mirë për t'i anashkaluar, për t'i ballafaquar ato. Por mendojeni pak familjen, mendojeni pak një bërtham të krijimit të personalitetit ton, prej fëmirisë së hershme, ato 6 vitet e para, po edhe në adoleshencë, në rinjë të hershme, ata janë mbështetja jonë kryesore. Pastaj ne vetë dikur bëhemi mbështetja kryesore për fëmijët, për pasardhësit. Shoqëria, njerëzit afër nesh, të cilët ndonjëherë me një fjalë të mirë apo thjesht me një dëgjim aktiv mund të na japin shumë mbështetje emocionale. Të gjitha këto figura me të cilat ne ndërveprojmë, kalojmë një kohë e përbëjnë këtë sistemin ndërpersonal dhe ne ftojmë në një komunikim të hapur, një komunikim të mirëfillt me ta si e vetmja rrugë për ta ruajtur shëndetin mendor. Dhe pjesa e tretë, sistemi profesional. Si e përmbush sistemi profesional atë të brendshmën? Ka pas një debat me disa prej kolegëve që ka përfitu shumë psikoterapia e kohezionit brendshëm, edhe prej këtyne kundërshtimeve apo debateve të shëndosha që realizohen. Për mua, profesionalizmi nuk nënkupton domosdoshmërisht thjesht një punë të caktuar të cilën ti e kryen apo një veprimtari specifike. Janë më tepër qëllime të cilat ti i vendos në jetë. Mund të ketë një virtuozitet në një profesion të caktuar edhe atëherë kur nuk ka ndoshta një përgatitje të mirëfillt akademike, por studimet, hulumtimet e tregojnë qartazi që përmbushja e disa qëllimeve akademike, performanca e mirë akademike asocion në shëndet më të mirë mendor. Pra ne flasim për performancë akademike si një lloj domosdoshmërie njohjes së vetës, por akademia mund të jetë formale dhe jo formale. S'është domosdoshme ta kesh një diplomë që të jesh
i kënaqur me arritjen që bën në aspektin akademik, por në anën tjetër disa shkatësi, aftësi, kompetenca të cilat ti i fiton profesionale dhe identifikohesh me to, ato janë bazamenti i satisfaksionit që ti e ke me veten edhe me jetën përgjithsisht dhe kontribojnë shëndet dhe në mirëqenie. Por qëllimet njëjtë mandej e kapin edhe domenin e punës, e veprimtarisë, aktivitetit tënd. Ne këtë e kuptojmë me këtë sistemin profesional. Pra, ku je, çfarë lloj roli ke? Sa është i dobishëm roli yt për shoqërinë, për komunitetin? Sa mund të jesh ti në rregull me atë që jep, që kontribon përgjithsisht? Në rast se këto janë të përmbushura, atëherë natyrisht që reflektojnë në shëndet dhe në mirëqenien tënde personale. Hulumtimet kanë treguar që mungesa e një vendi të punës ka tendencën me të shtyë në drejtim të depresionit, përjetimit të ankthit, sepse mjafton për pak të jemi empatik me ata të cilët kanë mungesë të një vendi pune, nuk është e thjeshtë, nuk është e lehtë ta përjetosh prej një perspektive të tillë kur nuk je në gjendje që të sigurosh të hollat për të përmbush nevojat e tua primare, por gjithashtu për të ardhur në ndihmë familjes apo komunitetit ku jeton. Kështu që secili prej njerëzve ndihet edhe më i vlefshëm me veten, por ka edhe raporte më të mira ndërpersonale në rast se është duke punu në përmbushje të qëllimeve të caktuara jetësore që lidhen me akademinë apo me punën. Profesor, teksa po lexoja librin, te kjo ndarje e 4 sistemeve më kujtua një përkufizim i Imamit Gazali, i cili e përkufizonte të vërtetën, hakun se çfarë është religioni dhe i ndante pikërisht të ngjajshme sikur ju diçka. Thoshte se madje e përdor si instrument smac, nëse dëshiron të dish se çfarë sa është një person religjios, duhet i shohësh tre relacionet. Raporti i relacionit njeri-perendi, raporti i relacionit njeri dhe vetja e tij dhe raporti i relacionit njeri dhe rrethi i tij. Dhe u kërshëntonte bukur edhe me pjesën e sistemit spiritual. S'ka pikë dyshimi që të gjitha mendjet të cilat përkojnë me një filozofi islame dhe të cilat kanë një prapavi religjioze, përfundojnë pak a shumë në një thirrje të tillë. Cila do perspektivë që e marrim, qoftë ai raporti me veten, qoftë raporti me të tjerët, qoftë edhe puna si farz që njihet në islam, secila prej tyre është një lloj përmbushje emocionale dhe është një farë glorifikimi i besimeve tona, i spiritualitetit ton. Pra shkon në të njëjtën linjë dhe nuk ka se si të jetë ndryshe. Pra e vërteta qëndron në mënyrën se si ne flasim, komunikojmë, ndërveprojmë me këto sisteme. Religioni nuk është thjesht një konstrukt teorik, nuk është thjesht një ide, është një zbatim praktik. Unë nuk flas asnjëherë për vetdijen si konstrukt teorik, unë them që vetdia është një set aksionesh, veprimesh. Pra, je religios atëherë kur fillon dhe ju bindesh postulateve religjioze dhe i zbaton ato në përditshmërinë tënde. Kjo dikotomia a je fetar apo jo, shpesh herë përfundon duke marrë përgjigjen po, por mandej brenda kategorisë po, ekzistojnë kualitetet të ndryshme të qenunit religios. Nuk mjafton veç deklarimi i Zotit një dhe Muhamedit alayhis salam, rob dhe i dërguar i tij, por duhen edhe disa kushte të tjera, në të cilat kushte gjen shumë çka prej terapisë së kohezionit brendshëm, psikoterapisë së kohezionit brendshëm. Por është edhe shkrirje e perspektivave të tjera religjioze monoteiste, sepse unë besoj që shpjegimi për njeriu nuk mund të shkojë për te këtij për cilin po flasim. Pra, njeriu nuk është vetëm trup, gjak, asht e lëkur, por është edhe shpirt. Dhe rrjedhimisht ky lloj bot kuptimi mandej jep kuptim edhe çanjes tonë, edhe përditshmërisë tonë, edhe ndërveprimit tonë fizik. Ka pas mund të ketë edhe tash, do të ketë edhe në vazhdim, një lloj tendence që psikologjinë dhe psikoterapinë me shkoqit prej religionit edhe me diferencu, gjoja se janë kundërthënëse apo ka përplasje në mes të tyre, por në anën tjetër kjo është një gabim edhe logjik, por në anën tjetër edhe e pamundshme për të realizuar në praktikën klinike, sepse bie ndesh me disa prej parimeve të mirëfillta të psikoterapisë. Ta zëm ne në psikoterapi nuk udhëheqim domosdoshmërisht me vlerat tona dhe nuk i prezantojmë vlerat tona si psikoterapeut në kuadër të qasjes që ndjekim, por përballë nesh, klienti duhet jetë i lirë
që të flasë të identifikohet me gjithçka që e konsideron vlerë dhe parim, qoftaj etik, moral, shoqëror, që e konsideron që është i domosdoshëm për orientim të tij në veprim. Dhe unë e shtroj si pyetje për herë si mund të përjashtohet religioni, spiritualiteti në kuadër të psikoterapisë, kur mbi 95% e popullatës botërore ka një perspektivë spirituale. Pra, kjo i bjen sikur me eftu dikën mysafir dhe me thonë, nuk duhesh me marrë gjysmën e trupit tënd, po vjen veç gjysma tjetër, dhe unë të mirëpres në një mjedis edhe të pranoj si tansi. Tansia nënkupton identitetin e personit, edhe identitetin religios, mes tjerash, dhe rrjedhimisht kjo lloj pranueshmërie që ndodh në kuadër të psikoterapisë është një aset tepër i vlefshëm për shëndetin mendor dhe mirëqenien, dhe unë absolutisht jam promovues i kësaj qasje që njeriu ta shohim në këto 4 perspektiva dhe në asnjë mënyrë të mos e përjashtojmë domenin shpirtëror, aspektin spiritual, atë që për shumë kë është arsyeja kryesore edhe pse jeton, edhe pse funksionon, edhe pse sillet mirë me njerëzit e tjerë dhe pse e don në fundja vetën. Pse e don vetën, kush jam unë, çfarë është vdekja, pse erdha në këtë botë të tjera. Gjendën këto pyetje mund t'i gjejmë në 2 sistemet, interpersonal apo intrapersonal. Mendoj që aspekti spiritual na ndihmon e kuptimson raportin ndërpersonal dhe interpersonal. Pra, në momentin kur ne i kemi disa të njohura, të vërteta të njohura, siç është lindja dhe vdekja, sepse ne edhe kur flasim për pamundësinë për ta parashikuar të ardhmen, na bëhet e qartë në postulate religjioze që e ardhmja dihet, sepse një ditë secili prej nesh do të përfundoj duke ju kthyer Zotit Madhreshëm. Pra, është e pamundshme që me anashkalu një situatë të tillë, një të vërtetë të tillë, madje është për herë më shkon ndërmend kjo kur shkojmë në një varrim dhe kur e përcjellim dikë për botën tjetër, ne kemi një përjetim emocional që mund të shprehet me anë të vajit, por asnjëherë nuk e dim nëse po qajmë për atë që po e varrosim apo po qajmë për veten, sepse jemi duke shku në atë drejtim edhe ne. Kështu që për herë kur flas për raportin ndërpersonal dhe interpersonal, unë kam të shkrirë edhe raportin spiritual në te, sepse po them vetëm kështu mund t'i japim kuptim qenies tonë dhe mund t'i japim kuptim gjitha raporteve të tjera. Kështu që po, raporti spiritual na ndihmon që ta kuptimsojmë jetën dhe kësaj të jetojmë më shëndetshëm dhe të kemi një sistem të etabluar që na ndihmon mirëqenien tonë. Përmendet edhe praktikat religjioze janë të rëndësishme për shëndetin fizik, ashtu edhe për atë psikologjik. Si? S'ka pikë dyshimi, domethënë edhe lutja dhe falja, edhe praktikat të tjera religjioze që mund të ndjekin religione të tjera që janë një parafrim me Zotin, me krijuesin, secila prej tyre janë të vlefshme dhe e ndihmojnë në veçanti. Nëse flasim për perspektivën islame në veçanti, lutja, falja e kohëve të namazit është ndihmëse jashtëzakonshme për shëndetin edhe për mirëqenien. Ka klient me të cilët unë punoj dhe unë i trajtoj që namazin e konsiderojnë një prehje, që konsiderojnë një lidhje me krijuesin dhe që për disa momente mandej edhe ato probleme të përditshme që duken të pakalueshme fillojnë e marrin kuptim tjetër. Përderisa i shohin si sprov, si sfidë, përderisa i shohin si një test të rëndësishëm për qëndrueshmërinë, për besimin që ata kanë, kalohen ndryshe prej një perspektive tjetër që në mungesë të besimit mbase secila situatë sjell zhgënjim. Kështu që pa pikë dyshimi, secila prej praktikave të tilla religjioze, dhe këtë nuk po e them vetëm unë, ka studime meta-analitike të cilat i kam sjell në libër. Rreth 75 më duket ishin të tilla, dhe po flasim për një eksplorim që unë e kam bërë diku 6 vjet më parë, imagjinoni për 6 vitet e fundit, ka edhe 10 studime të tjera të cilat janë shtuar opusit të studimeve që flasin për impaktin pozitiv të religionit në shëndetin tonë mendor. Flani ta përmend vetëm këtë kur po flasim për vetvrasjet, për shkallën e lartë të vetvrasjeve që e kemi në Kosovë për ideacionin suicidal, në ulumtimet e mëhershme të realizuar prej Departamentit të Psikologjisë, prej një fondacioni që njihet në atë kohë si Together Kosova, po flas për vitet 2008-2011, ulumtime që realizoheshin për çdo vit,
një prej mekanizmave kryesor mbrojtës, prej faktorëve kryesor mbrojtës në raport me vetvrasjet ka qenë pikërisht religioni dhe praktikat religjioze. Personat të cilët janë religiozë që kanë një perspektivë besimore, janë të prirur që të qëndrojnë më larg veprimeve vetëlënduese, ideacionit suicidal dhe praktikave të tilla të përfundimit të jetës. Varet kjo dhe në trajtimin gjatë klientëve tuaj si një ndër 4 elementet e sistemit? Po definitivisht po, është prej elementeve më të çmueshme, natyrshëm që në perspektivën time marrin kohë të trajtimit secila prej 4 sistemeve. Por kur flasim për perspektivën besimore, për spiritualitetin, a luni rol të rëndësishëm në të gjitha sistemet e tjera, për mbi të gjitha në atë parandalimin, po them kushtimisht të çrregullimeve të shëndetit mendor. Po zbatohet kjo teoria juaj, po mirët referencë me qënë se është finalizuar në edhe jashtë Kosovës. Po është të praktikohet? E vërtet, si që thash edhe ma herët, në vitin e kalumi kemi trajnu 30 kolegë ndërkombëtar, të cilët qenë prej vendeve të ndryshme të botës, prej Turqisë, prej Gjermanisë, prej Çekisë, prej Skocisë, ka pas kolegë të cilët kanë qenë edhe prej Kazakistanit, prej Pakistanit, kultura të ndryshme, religione të ndryshme, të cilët e shohin të pranueshëm konceptualizimin. Ka pas efekt zbatimi i dhe që kanë ndjekur trajnimin dhe që kanë filluar praktikimin e psikoterapisë së kohezionit brendshëm. Në këto 3 vjet e fundit unë kam pas fatin me udhëtu në vende të ndryshme të botës dhe me prezantu këtë konceptualizim fillimisht teorik, po tash edhe qasje terapeutike, praktike. Dhe natyrshëm që ideja ime dhe vullneti im është të punoj sa më tepër që të është e mundshme për me zgjeru ndikimin edhe praktikimin e qasjes si psikoterapi. Më lejoni të them që ne konkurojmë me mbi 500 qasje të tjera psikoterapeutike që aplikohen në mbar botën dhe konkurojmë me institute të cilat kanë miliona euro të hyra brenda vitit dhe që i dedikojnë në hulumtim. Ndërkaq gjithçka që ne realizojmë në kuadër të psikoterapisë së kohezionit të brendshëm është mbi bazën vullnetare dhe mbi motivimin ton internal për ta shtyr përpara të kuptuarit të vërtetës edhe të pamunit të efektivitetit që ka psikoterapia e kohezionit të brendshëm. Pra, është pak konkurrencë e padrejtë në kuptimin e resurseve materiale që i kemi, por kur ekziston një efektivitet praktik siç e kemi pa në këtë domen, atëherë po besoj bëhet shumë më e lehtë dhe më e thjeshtë edhe për neve në pikpamje të zbatimit. Plot herë kemi has në vështirësi për faktin e thjeshtë që është pak e pamundshme për të besu që prej një vendi që është Kosova, prej një instituti pa të holla munden me u realizu hulumtimet të cilat botohen në revista kredibile ndërkombëtare dhe mandej ka një farë sensi të dyshimit se unë se kam mbiemrin Smith as John dhe kësaj bëhet pak e vështirë në perspektivën e promovimit, por deri këtu mund të them me bindje të plotë që është jashtëzakonisht mirë dhe unë jam i kënaqur me progresin që e ka tregu psikoterapia. Nëse më kisha intervistu 3 vjet më parë, me qenë se botimi i parë është i 21 marsit vitit 2022, edhe nëse më kishe pyet për atë se si mund të shkoj psikoterapia e kohezionit brendshëm, as në andrat më të mira nuk ish me qenë një sukses i tillë, kështu që ky sukses i falet mbi të gjitha Zotit edhe mbështetjes që vjen prej andej, për kushtimit që e kanë tregu 10 njerëz të cilët kanë punu në konceptualizim të psikoterapisë së kohezionit brendshëm që kanë ndihmuar me komentet e tyre, edhe ata të cilët kanë kritikuar, që kanë dhënë kritika që janë jashtëzakonisht produktive, po edhe ata të cilët kanë kritikuar thjesht për kopertinat e librit apo që kanë dhënë ndonjë koment që lidhet me moshën time apo me qenunit si terapi e re, me të cilët unë asnjëherë nuk kam debatu për shkak se konsideroj që debatin më të mirë apo përgjigjen më të mirë jep vet libri dhe jep vet suksesi i këtij konceptualizimi. E për cilën dhe ne si qytetarë të Kosovës jemi të nderuar dhe ju falenderojmë për këtë arritje që keni bërë. Profesor, ju jeni edhe profesor universitar dhe njëkohësisht edhe klinikën Empatia në cilën veproni.
është shumë kurështare të dim si e gjeni kohën edhe për të punuar jashtë ti menaxhoni që të trija ose edhe të tjera sigurisht ka. Kur kam lexuar për herë të parë një thënie që kur fillon e don punën nuk punon më, kështu diçka parafrazim. Po. Të më drejtën kam qenë shumë skeptik sepse për një kohë gjatë kjo ka qenë në kundërshtim me atë idenë që puna është tjetërsimi i njeriut, që njeriu lufton për një kohë të lirë, lufton për një kohë paqeje, pushimi. Por unë nuk e besoj që pushimi në esencë është gjithçka për të cilën na duhet me synu. Qenunit aktiv është vetë prehje. Nganjëherë qenunit ka që i angazhuar është një shpërblim më vete. Fakti që unë jam i bekum me nda dijen modeste të cilën e kam me student është edhe përgjithësi, por është edhe satisfaksion i jashtëzakonshëm. Unë për vete shkrihem në ligjerim, është ndjenja më e mirë që mundem me përjetu. Kjo është arsyeja pse kam heqë dorë prej do obligimeve tjera, sepse në raport me student je i vërtet, në raport me student je ai që njerëzit e presin për me shpërnda një njohje që është e domosdoshme për ta dhe që mundet me ndryshu nganjëherë kohjen e jetës. Në anën tjetër, momentin kur punon në psikoterapi, secila qenie njerëzore që ulet përballë meje ka një sfidë apo një vështirësi dhe kjo kthehet edhe në një mision personal me ndihmu dhe nuk ka shpërblim më të madh se sa momenti kur klienti e ndjen një lloj lehtësimi, e ndjen një lloj çlirimi prej një gjendje emocionale që ka qenë e pafavorshme për të. Kështu që në çdo pikpamje të mundshme e konsideroj që ndihma të cilën e ofrojmë, ligjerimi që ofrohet është përmbushje dhe unë s'shoh për kohë tjetër. Prandaj, me qenë se ne njihemi në çdo muaj jam i angazhuar për 10 ligjërata vullnetare dhe pranoj çdo lloj ftese kudo që marr për me shpërnda edhe këtë konceptualizim teorik, por edhe dije të tjera që mund të jenë praktike dhe që mund të ndihmojnë. Unë nuk e konsideroj që kohë për veten është koha me veten. Kohë për veten është edhe kjo kohë të cilën ti e kalon me të tjerët. Kur ti pi një kafe, bën një debat të rëndësishëm, kur unë vi në këtë intervistë, unë konsideroj që kjo intervistë është kohë për veten. Si mos është qasje egoiste kjo të akuzon dikur. Mundet me qenë e tillë, po unë si besoj atij altruizmit primar, dhe mirë që është e tillë, sepse Zoti na shpërblen për secilin veprim, edhe kjo është arsyeja pse unë nuk shoh për shpërblime fizike domosdoshmërisht, edhe pse njerëzit ndonjëherë i shoh prej narracioneve që i krijojnë, prej sulmeve që ju bëjnë figurave të ndryshme përfshi këtu dhe mu, për atë se sa vende pune, si paguhet, sa është seanca, po ne me qenë se jemi të prirun prej disa besimeve që i kemi, atë që na porosit edhe feja jonë, jo gjithmonë e promovojmë punën vullnetare, jo gjithmonë e promovojmë atë ndihmën që ju japim të tjerëve. Nganjëherë unë jam me dyshimet e mia nëse vërtet duhet gjithmonë që ta fshehem sepse njerëzit fillojnë të portretizojnë ndryshe. Unë e kuptoj të vërtetën, e kuptoj që e di dikush tjetër të vërtetën dhe as mjafton, por në anën tjetër nganjëherë shembujt e tillë duhet bën frymëzim edhe për tjerët, kur ndihmojmë pse mos me nda si një shembull, si një model të mirëfill. Kështu që është një lloj kontradikte aty, por po ta them me bindje të plotë që unë për vete pushoj në kuadër të punës, unë e gjej preje në kuadër të punës, të aktiviteteve të tilla, ndonjëherë e gjej veten më pak teksa jam prezant familje dhe kjo dhem, përpiqem me atë sa ka mundësi, por e ngushëlloj veten duke i thënë që jo gjithmonë koha është determinuesi i kualitetit. Ka njerë mjafton 5 minuta, apo që është kualitativ ndërveprimi me dikë dhe kaq mjafton për me kriju përshtypjen sikur kanë qenë 5 orë të tona. Dhe unë synoj kryesisht për një cilësi të mirëfill të marrëdhënieve, cilat do të qofshin ato. Dhe ne pushuam sonte së bashku këto minuta me ju, profesor i nderuar, u kënaqëm mbi të gjitha. Faleminderit që ishe pjesë e Z Podcast. Shumë faleminderit për ftesën, fal shumë që e kam vënu ardhjen këtu, për ndryshe kënaqësi për mua dhe të uroj shumë suksese në këtë podcast jashtëzakonshëm. E justifikuat me paraqitjen jashtë vendit të kësaj. Faleminderit shumë. Shpresojmë falet. Patjetër. Dashur miq, ishte ky emisioni sotëm Z Podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme. Ne me kaq po përmbyllim deri javën tjetër. Mirëmbëjtje, natën e mirë. Selam aleikum.